Produksioni i ferma VIP ka ndërprer para kohë izolimin për Ilir Shaqerin, Zhakun dhe Mimoza Ahmetin, duke i rikthyer ata në ambientet e përbashkëta të fermës. Vendimi ka ardhur përmes një zarfi zyrtar të lexuar brenda shtëpisë, ku sqarohet se shkak për këtë lëvizje janë bërë thyerjet e përsëritura të rregullave nga ana e banorëve të dënuar. Sipas njoftimit të Agajit, përgjatë 24 orëve të fundit, Iliri dhe Zhaku kanë marrë dhe kanë konsumuar ushqim nga ferma brenda tendës së fakierit, veprim ky që ishte rreptësisht i ndaluar sipas kushteve të penalizimit të tyre. Për shkak të kësaj mosbindjeje të vazhdueshme, izolimi në çadër është anuluar për t'u hapur rrugë masave të tjera. Atëherë, Iliri dhe Zhaku gjatë këtyre 24 orëve kanë thyer vazhdimisht rregullat e komunikuara në spektakël, ku nuk do të duhet të merrnin dhe të konsumonin ushqim nga ferma në tendën e fakierit, që në ky moment, me leximin e zarfit, Iliri, Zhaku dhe Moza mund të kthehen në fermë për të vijuar bashkëjetesën me të tjerët, të cilët gjithashtu mund të relaksohen për dënimin për të mos komunikuar. Të premten, përgjatë spektaklit, do të komunikohet vendimi zyrtar nga Agaji, kështu që mund të vini e të ktheheni në fermë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.